Cila është arsyeja që ju u morët me imagjinatën e shqiptarëve? Unë kishte përshtypje që shqiptare ishin shumë të panjohur. Të panjohur, nuk vetëm të panjohur, por edhe e marginalizuar, faleminderit. Unë jam italiane e unë mendova se unë nuk njoh Shqipëri. Pse mos ta njoh më mirë? Jo më mirë. Unë nuk njoh Shqipëri, kultura shqiptare. Is çudit, sepse unë banoj në Itali, jugo Italisë, Shqipëria është një afër, shumë afër. Unë nuk isha vetëm italiane që nuk njoh Shqipëri, sepse një 10 vite më parë në Itali nuk ishte Shqipëri nuk ishte i njohur. Prandaj unë kam filluar për të studiuar, unë kishte interesuar për gjuha shqipe, për kultura shqipe. Përshtypja ime ishte që kultura shqiptare ishte edhe me vjetra që kultura greke. Unë kam studiuar për kultura greke e vjetra. Pastaj unë kam funduar që janë tradita shqiptare që janë shumë të vjetra, edhe me vjetra, edhe me vjetra që pre-omerike. Pastaj unë kishte filluar për të studiuar gjuha shqipe. Me vjen keq që në Itali, unë banoj në Itali, unë nuk mund të praktikuar, nuk mund të folur shqip. Por nëse unë dëgjoj shqip, unë kam të kuptuar. Unë admiroj kultura shqiptare të vjetra. Unë studioj kultura shqipe në kuadër e litërsia e barazuar në Universiteti e Nicit. Kërkimi i mia është në kuadër është për imagje i Shqipërisë, imagjinat i Shqipërisë në kultura europiane. Për shembull në litërsi, jo vetëm për litërsia, por arte, për një imagjineri për në kultura gjermane, frëngjisht dhe italiane, natyrisht dhe anglishtja. Ka shumë tema, shumë topics, shumë argumenta shqiptare që kanë kultura europiane kishte pasur nga shumë tema shqiptare. Por edhe tani nuk është i njohur, sepse Bajrami, për shembull, Bajrami
Bajroni është Bajroni, Lord Bajroni dashurova kultura shqiptare dhe teme shqiptare, shembull shqiptare. Kishte filluar një kulturë, jo vetëm anglishtësia, por ne për Bajroni, një kulturë frangjishtia, jo vetëm ne për Bajroni, jo vetëm për Bajroni, por edhe për Pukvil, kultura frangjishte dhe anglishte janë shumë i pasur. Kanë shumë tema për kultura shqiptare, por edhe tani nuk është shumë e njohur. Prandaj kërkimi i mia është fokalizuar në teme shqiptare që janë në kultura, në kuadër dhe kultura internazionale, jo vetëm europiane. Ju jetoni në një qytet, do thot në Amalfi Kost, ku ka jetu edhe familje Skënderbeu. A mund të na flisni pak më tej? Po, në jugë Italisë janë fshatë, jo vetëm fshatë, janë qyteti arbëresh. Në Amalfi, ku ne banojmë, ka një palati që quhet Palazzo Kastriota Skanderbeg. Palati i Gjergj Kastriot Skanderbeu. Palati familja Skanderbeu. Në qendër e Amalfi. Ka edhe një shesh? Jo shesh, një plazë që si quhet Campo Kastriota. Nuk është bukur, nuk është shumë e njohur edhe për banore në Amalfi, në Itali. Prandaj unë e mendoj që kultura shqiptare ka nevojë për të njihet më shumë. Po. Ju e keni taku vitin e kaluar dhe shkrimtarin tani më të ndjer Ismail Kadare. Po. Cila ka qenë përshtypja juaj nga takimi që bashkë me bashkëshortin tuaj Hancin e keni pas me Kadare? Ne kishim shumë e kënaqur që faleminderit që na organizuar takimi me Kadare. Kadare ishte përshtypja ime ishte që Kadare është sepse shkrimtar intelektual të madhe nuk mund të vdek. Prandaj unë mund të tha Kadare është një figura mitologjike, është shumë edhe në fytyrë. Në fytyrë është si ndritur si ishin si penetrantën, si ishte një përshtypje e madhe për të takuar Kadare në Dhe Kadareja bëni një bisedë shumë të mirë me ju. Ne spirtem edhe kafe. Dhe ju i dhurut edhe librin tuaj. Po. Biles në gjuhën frenge dhe dihet se Kadareja frengishten e ka fol jashtëzakonisht. Po. Olimpia, a mund të pyes diçka? Ju i keni trajtu figurat kryesore të shqiptarëve. Do të thotë prej të Skënderbeu deri te Ali Pasha. A mund të më thoni cilët janë përshtypjet tuaja dhe cilët janë personazhet që shikohen me simpati dhe respekt nga evropianët? Faleminderit për këtë
pyetje. Personazhe, unë për kërkimin për personazhe nuk janë vetëm fizike. Personazhe shqiptare janë edhe simbolike, si Kanuni. Kanuni është një personazh shqiptar shumë. Folni për Kanunin e Lek Dukagjin. Po, jo Kanunin, jo vetëm Lek Dukagjin, sepse ka shumë Kanuni, por në imagjinari europiani Kanuni është një përsëri, një gjë interesante. Jo, interesante, është something që është për frike, është provokuar frike, si Ali Pasha është Skanderberg, pjeta ishte për personazhe më i respektuar. Sigurisht Skanderberg ishte eroi, një figura e madhe që kishte luftuar për kristjanitet, për qytetrimin evropian. Po. Skanderberg është shumë moderne. Po, to pyeste Skënderbeu kur jemi një pyetje. Pse italianët aq shumë e duan Skënderbeu? Pse italianët e duan? Sepse është eroik, është zotëri është një figura protektiva, një figura shumë e vlerësuar, shumë forte, është një shembull për lufta kristiane kundër otomane. Prandaj për italianë është shumë familjare. Mirë, Olimpia, në fund të bisedës parashtrojmë një pyetje, ju vu thujnë Olimpia e Shqipërisë. A mund të na e thoni arsyen se si u dashurut në Shqipërinë dhe shqiptarët? Unë kam takuar Shqipërinë në momenti shumë të vështirë jeta ime, por me për fat të mirë, faleminderit, edhe në një moment shumë të lumtur për jeta ime. Unë jam e lumtur që në Shqipëri kam takuar burë ime që është nga Gjermani. Anci. Faleminderit për Faleminderit, s'ka përse.